Kush falendron Zotin xhaleshanuhu, ai ja shton të mirat e tij. Shumë njerëz mendojnë se shtimi i pasurisë vjen vetëm nga puna dhe angazhimi që e bën. Por harrojnë se shtimi i pasurisë, bolloku i pasurisë, bereqeti në pasuri vjen edhe nga falëndrimi që i bën Zoti xhaleshanuhu. Tregohet për një rast se një njeri i varfër shpesh e falendronte Zotin xhaleshanuhu dhe një tjetër i pasur i drejtohet i të parit duke i thënë: "E pse e falendron Zotin xhaleshanuhu kur të shoh shumë fukaraje?" I thot: "Mu më ka begatuar Allahu xhaleshanuhu tepër, më ka dhënë imanin në zemrën time, më ka dhënë gojen që e përmendi ata, më ka dhënë kamët e dorë që më shërbejnë në jetën time, më ka dhënë një zemër që vërtet është e butë ndaj madhështisë së Allahu xhaleshanuhu. Prandaj Zoti xhaleshanuhu më ka dhënë shumë." E në këtë mënyrë, duke e praktikuar falënderimin ndaj Allahu xhaleshanuhu me kalimin e kohës, ky njeri i krahas që ishte stabil në zemrën e tij, atë Zoti xhaleshanuhu e kishte begatruar shumë. Pra, kemi shumë njerëz të nderuar që Allahu xhaleshanuhu i ka begatruar me pasuri, kanë pasuri të majme, por halli që falënderimi nga gojat e tyre u mungon, edhe ato asnjëherë nuk kanë stabilitet në zemrën e tyre. Dhe kundërta e saj, kemi njëri që është shumë i thjeshtë në jetën e tij, nuk ka pasuri, është i varfër, por e sheh jetën stabile dhe të qetë, nga se goja e tij është në mënyrë të vazhdueshme, duke e përmendur Zotin xhaleshanuhu, duke e falendëruar Zotin xhaleshanuhu për mirësitë e mëdha që i ka dhënë.